Kanë kaluar më shumë se një vit nga kur breshëri dëmtoi thuajse 100% të mbjellat në rajonin e Pollogut, ndërsa bujqit në Tetov akoma nuk kanë marrë asnjë dëmshpërblim nga ana e qeverisë dhe Ministrisë së Bujqësisë. Bujqit thonë se akoma janë duke i vuajtur pasojat e humbjeve. Ata edhe këtë vit janë duke punuar, por janë në borxhe në barnatoret bujqësore të vendit. Sipas tyre, nga ajo kohë e deri më tani, askush nuk ka ardhur t'i vizitojë apo t'u aqaj hallin. Pare nga ana e fatkeqësisë natyrore të cilët patëm vjet, me 22 muaj nga breshri, nuk kemi marrë asnjë denar. Nevojshme janë se dëmi ka qenë 100%. Faktikisht ne kemi qenë në mëshirën e fatit dhe jemi ende të zhitura në borxhe nga viti i kaluar nëpër apotekat bujqësore, të cilët kemi marrë plerat, farnat, materialet për mbjellje faktikisht. Ato i kemi të pashlirë. Për fat keq, premtime patëm, realizime s'ka. Ka qenë një vit si për ne dhe për krejt bujqet. Dëmtime kanë qenë 100%. Jemi në borxhe ende në apoteka. Mundoni me këtë vjet të kalojmë edhe atë. Ne kishim apelluar sa do pak bare që ato borxhe që i kemi të shlejen. Nga komuna e Tetovës thonë se ata i kanë dorëzuar të gjitha lëndët në komisionin qeveritar. Nga ana e komunës së Tetovës, domethënë të gjitha lëndët janë dorëzuar deri tek komisioni qendror. Pra nga ana jonë jemi pastër në këtë aspekt, vetëm presim tani edhe vendimin e qeverisë që më në fund të përmbyllet. Shumica e bujqëve nga rajonet e tjera kanë marrë dëmshpërblimet nga shteti, ndërsa bujqit e Tetovës, edhe pse ka pasur shumë premtime publike, megjithatë nuk kanë marrë asgjë si kompenzim, edhe pse dëmet ishin të mëdha në prodhimet bujqësore. Pjesa më e madhe e dëmeve u shkaktuan tek bujqit, të cilët bujqësinë kanë burim të vetëm ekzistence.